Mirëmëngjes Shqipëri. Flasim sot për një ditë shumë të rëndësishme, fillimi i një muaji që është shumë kërkues dhe mbrojtës nga ana tjetër për sa i përket çështjeve madhore, ndryshimeve të mëdha që vijnë. Pikërisht do flitet, ne flasim për ditën e sotme në fakt, por flitet edhe për muajin, çfarë ndodh, 2-3 fjalë mbi ta. Unë uroj një ditë të mbar, muaj të mbar, dhe ka përqend për shumë arsye. Edhe pse në lidhje me çështjet nuk mund t'i themi domethënë gjërat negative, negative do themi pak vëmendje, pak kujdes më tepër në çështjet që ndodhin. Por gjithashtu ka të bëjnë dhe me një mundësi, është mundësia e artë, nëse neve dim çfarë bëjmë dhe kemi rënjosur në trurin tonë që duam të nisim diçka dhe do ta bëjmë, e bëjmë. Dhe fati është me guximtarin. Ajo çka do të ndikojë, do të ndryshoj në fushën e punës, do kemi shumë ndryshime. 3 ndryshimet kryesore që kanë bënë për sa përket këtij muaji. Lëvizje nga puna. Çështjet madhore në lidhje me blerjet, shitjet, pasurinë e palujshme. Ka të bëjë shumë në lidhje me dokumentacione, për ata që janë në diasporë dhe jo vetëm, dhe përfitime në ndikime të mëdha për ata që kërkojnë të drejtën e tyre. Po kanë për ta gjetur. Por cilat vallë nga këto shenja dhe kush ndikohet për ditën e sotme, që kanë të bëjnë shumë, janë shenjat e zjarrit, janë shenjat e ajrit, që japin mundësi dhe kohë mbi atë çka ndodh dhe mbi atë çka janë. Kemi të bëjmë shumë për shenjat e zjarrit, që është dashi, luani dhe shijetari. Në këtë rast kemi të bëjmë sepse vendimet që merren në kohën e duhur dhe mundësitë të arta që ndikon. Mirë po, Jupiteri që është futur dje në shenjën e luanit, ka trazuar disa ujëra, për disa nuk ju pëlqejnë, por për ata që kanë probleme duhet të trokasin, sepse është një nga muajt më ndikues të vitit. Edhe pse mund të flitet shumë, edhe pse mund të flitet në për kafenera që diçka do bëj, diçka do arri, po më ka thënë filani se unë do marr një punë shumë të rëndësishme, po më ka thënë kjo se do marr disa para në banka unë se kam rregulluar, të gjitha këto do bien, nuk është kjo e vërteta. Le të japim një sy bushullës astrologjike, çfarë na mëson për ditën e sotme dhe pikërisht për sa i përket këtij muaji. Ja ku jemi këtu. Këtu kemi ndikimet, kemi mundësitë, kemi rëndësitë. Jupiterin në Luan që ndikohet dhe çështjet më madhore që kanë të bëjnë në fushën e ndryshimeve. Kemi hënën, hëna e plot që ishte dije, por ka ndikimin dhe ditën e sotme. Ajo që do shikoni, për shembull, marrim shenjat e zjarrit. Kemi shenjën e dashit. Dashi pa drejtësi që janë bërë në 3 muajt e fundit, se nuk mund marrim gjithë më shumë se 3 muaj, 90 ditë. Ka të bëjë shumë me ndikimin e punës, ka të bëjë shumë me lëvizjet që do të ndodhin tani e tutje. Kemi luanët që luanët nga njëra anë kanë ndryshimin e madh, sepse futen në profilin e tyre të punës, edhe pse një problem i vogël që ka ndodhur para disa kohëve, ose një çështje problematike që kanë pasur, do ta zgjidhin. Në anën tjetër kemi shigetarin, që shigjetari do të thotë me kë kufizon dhe me kë ka përballë shigjetari që i jep mundësi dhe vullnet, nuk diskutohet që janë me binjakët. Kë kemi tek binjakët? Tek binjakët kemi Marsin dhe Uranin. Kjo do të thotë që disa problematika që kanë pasur në 3 vitet e fundit të shenjës së shigjetarit dhe pikërisht ky muaj i korrik. Muaji i korrik, miqtë e mi të dashur, ka të bëjë shumë në 13 vitet e fundit. Dhe ka një ndikim shumë të madh tani do ta shikoni dhe do më kujtoni sepse shumë gjëra që do ndikojnë do të ndodhin, po të vini re tek këndet që bëhen planetet, po kjo kërkon një shpjegim ndryshe, por ne marrim të përgjithshëm që të kuptoni dhe juve pak astrologji sepse prisni që Jorgo të shpjegoj ditët, muajt, javën e kështu me radhë dhe tani kemi këto ndikime shumë të mëdha që na japin mundësi. Ata që janë në vende kyçe, që kanë bënë shumë të shenjës së ajrit, që do të thot binjak, do të thot peshore, do të thot ndikimi më i madh ujor, duhet jenë të vëmendshëm. Sidomos në fushën e ligjit dhe të ndryshimeve që kanë bëjnë, janë peshoret. Dhe duhet pasur një kujdes të veçantë. Dhe jo vetëm kaq, por duhet të shikojmë se çfarë ndodh në brendësi të saj, çfarë ndodh në çështjet e padrejtësisë që ju bëhen. Mirë po, një çështje gjyqësore, ka qenë shtyr, vjen momenti tani që zgjidhet një problem që mirë. Është një nga momentet dhe koha më e mirë e mushme pikërisht në këtë ditë, një ditë mjaft e rëndësishme. Çfarë bëjmë sot? Çfarë nisim sot? E kryejmë me sukses sepse dim se çfarë bëjmë. Edhe pse lëvizjet tenore boshe nga
darka, do thotë sepse do shkoj pastaj në lidhje me ndikimet e tjera që veten në ujor, por ka një mundësi, ka një kohë, një ndryshim shumë të madh që do thotë në fushën e ekonomisë. Pra, dy ndikimet më të mëdha që kanë bëjnë, dhe shikojni, lidhe me punën, nuk do ta kuptoni që do lëvizni nga vendi punës, por gjithsesi kjo është kalimtare dhe jo problematike. Tani le të hedhim një sy 12 shenjë zodiakale, çfarë ndodh dhe ku duhet bëjmë kujdes. Flasim më gjërësisht për shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, fillojmë me shenjën e ndryshimeve dhe e kufizimeve. Kjo do thotë shenja e dashit. Marrim këtë të fundit, e kufizimeve. E kufizimeve sepse jo ndryshe flasin dhe ndryshe veprojnë, por flasin ashtu siç duhet dhe ndryshe kuptohet. Mundësi dhe momente që kanë të bëjnë të shenjës së dashit është mundësia më e mirë e mundëse në punën dhe në profilin e tyre. Vëmendje më tepër që do të bëjnë është dhjetëçi i dytë, se i pari dhe i treti nuk ka diçka për të shqetësuar. Do thoni juve po mirë më Jorgo ti thua gjithmonë ose dhjetëçi i parë ose dhjetëçi i tretë e nuk flet për të 30 dhjetëçit. Kur nuk i referohem një dhjetëçi, nuk do të thotë që nuk ka ose ka probleme, por diçka është e rregulluar dhe e stabilizuar. Flasim për ato që kanë probleme dhe për ata që duhet t'i zgjidhin. Që të kuptojmë dhe pak në këtë aspekt. Momentet që ka të bëjnë tani tutje është një nga periudhat më ideale ose më perfekte, sidomos në zhvillime dhe ndryshime të mëdha që ka të bëjnë, është dhe koha që i përket çdo gjë dhe çdo ndryshimi të madh që vjen në fushën e karrierës, vjen në fushën e biznesit, sepse ka të bëjnë shumë shenjë së dashit, por në fushën e dashurisë. Bëni pak kujdes, mos i lini pas dore, sepse gjërat lënë pas dore ka të bëjnë shumë me disa ndikime mjaft të mëdha, sidomos me dashurinë e munguar, që do të thotë me peshoret e dhjetëçit të tretë. Dhe kjo do të thotë momente, do të thotë karrierë dhe me ndryshime të tjera që do të vinë drejt jush. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, tek një shenjë që po kërkon vite, muaj të tërë, lidhje me punën dhe lidhje me një problem pasurie paluajtshme. Por vallë, a do zgjidhet këtë muaj, Jorgo? Shtrohet pyetja. Duke filluar nga kjo ditë, që është një ditë me rëndësi të veçantë, për juve të shenjës së tokës, sidomos të shenjës së demit, u jepet mundësia, koha dhe rëndësia. Demi nga njëra anë jep mundësi dhe kohën e duhur për të ndryshuar dhe kërkon për të ndryshuar me Deimos. Ndikimi e afërditës me Saturnin, me mësuesin e universit, që dikton shumë gjëra në anën e punës dhe t'jep të drejtë që ti të arrish atë ku dëshiron. Është një periudhë mjaft e mirë, që do thotë ndryshim, do thotë kuptim asaj që unë dua të bëj. Gjithashtu ka të bëjnë edhe me anën e biznesit, udhëtimet që kanë bëjnë të shenjës së tokës, domos juve e keni mundësi, një rrugë dy punë, sepse nga një çështje dokumentacioni që juve po shkoni, por do jeni dhe punën tuaj atë që juve shumë e kërkoni. Dhe është në rrugtimin e duhur dhe në kohën e duhur. Ndikimi dhe favorizimi që kanë bëjnë, edhe pse kemi një kombinim mes punës dhe dokumentacioneve. Të dyja këto janë mëse pozitive dhe mëse reale në atë çka bëhet dhe çka dëshironi. Fusha e dashurisë duket se ka të bëjnë me virgjëresht të dhjetëçit parë dhe peshore të dhjetëçit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, mundësi e artë, që do thotë shenja e binjakëve. Me kësë binjakët duket se kanë një ndikim tani, një ndikim shumë të mirë në lidhje me përgjithshmet që ndikohen jashtëmase tani për tani, por binjakët mund të themi me bindje të plotë. Mërkuri në retrograd, që është akoma, do të thotë që shumë gjëra ndryshojnë, shumë gjëra rrihen. Ajo që keni menduar në fillim të vitit, e realizoni sot, realizoni tani e tutje. Edhe pse muaj vështirë, nuk mund të themi muaj i skandaleve, sepse, okej, gjërat gjithmonë, çdo ditë ka një problem, por çdo problem ka zgjidhjen e vet. E ka zgjidhjen brenda, po. Por duhet të ecim pak më shpejt. Mënyra dhe mundësia, koha që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë për sa i përket pikërisht këtij muaji dhe kësaj dite, sepse është një ditë shumë pozitive. Është një ditë ku vërtet është ndikimi mjaft i madh, edhe pse është në erën e lodhshme, por lodhje kënaqshme. Sepse dita e Mërkur i përket Mërkurit
i përket guvernatorit tuaj, dhe ka një ndikim shumë mirë në lidhje me pozicionin e planeteve, në kohën e duhur për momentet e arta, është një çështje e rëndësishme dhe juve i bini pas për gjërat që doni të bëni. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim që çdo gjë juve dini ta realizoni dhe dini se ku do të shkoni. Por juve jeni në vend e kyçe, keni mundësinë, keni kohën, keni momentin e duhur për të bërë gjëra të mëdha. Dhe kjo është një nga këto që mund të stabilizoni dhe të arrisni qëllimit tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me shigjetarët e 10 parë, me luanët e 10 të tretë, me luanët e 10 të tretë, po ku ka më mirë, ose gjërat që vinë, ose ndryshimet që kanë të bëjnë, është një nga momentet më të arta, më pozitivet që kanë qenë, ose do jenë ndonjëherë. Sepse juve jeni në krye të gjithçkaje, dini gjithçka ndodh, por ajo që do t'ju thotë Jorgo Pulla të gjithë binjakëve është më mirë të dëgjojmë sesa të flasim. Gjërat që do të keni tani e tutje do të thoni si ka mundësi o Jorgo që më po bëj gati 3 muaj që s'po mbyll një çështje pune, çështje karriere ose çështje biznesi ose diçka kësaj natyre dhe janë nuk paris dot. Po tani është koha. Dëgjoni juve, do shkoni ku janë pikat e dobta, se ata tregojnë, sepse juve e tregoni vetë, se jeni zemër gjerë, jeni dashuria e shpirtit. Por nga njëre prishna të Terezin, ata e marrin vesh e thonë, ku e ka ky problemin këtu? Edhe e kthen në krahun tjetër. Këtu bëni kujdes, mos tregoni sekrete që keni. More bëjeni përpara, realizojeni përpara, pastaj shkoni në CNN. Te u thot Jorgo me 1.000.000%. Atëherë bëni reklame më të madhe. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me ujorët e 10 parë, dhe virgjëresht ka ndikime fantastike. Do shkojmë tek një shenjë tjetër, do shkojmë tek shenja e mundësive dhe shenja e përpikmërisë dhe e intuitës dhe e marrje vendime të rëndësishme në ekonomi, që këta janë gaforet. Për sa i përket gaforeve, një muaj të mbar, ditë të mbar juroj. Ka ndikime shumë të mëdha, miqtë të kësaj shenje, që do të thotë ekonomia. Ekonomia për juve është vetjeta për arsye, sepse ju se jeni hapur si shumë edhe do një shikoni çfarë do të bëni, si do mbyllni gjërat e juaja, momentet të vështira që do të keni tani tutje, në çdo drejtim, në çdo aspekt, por vjen një moment tani, vjen një moment që duhet të shikoni përpara. Çfarë ka ndodhur, mbyllet si çështje. Çfarë filloni, është e mbarë. Dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë rëndësi. Duke pasur parasysh deri më data, po thojse 15-ta, 14-ta gjënë, bazite, keni shumë punë përpara. Por mos u shkëputni dhe mos e lini pasdore. Gjithçka rregullohet, stabilizohet mbas kësaj periudhe. E them sepse jemi në periudhën e gafores dhe po gjitha shenjat pak a shumë kanë ndikimet e tyre, sepse dielli kur shkon nga shenja në shenjë ka një muaj, por neve e marrim nga ana astrologjike, jo e dini këtë. Në ndikimet që kanë bëjnë pastaj në lidhje me anën e dashurisë, duket se keni një mundësi tani, edhe pse kjo është një mundësi shumë e mirë, në lidhje me bricjap dhe me peshk sidomos, edhe pse jeni grindur, po janë grindje dashurie, nuk janë grindje kështu, domethënë që hajde se po kalojmë një punë që nuk na lidh asgjë, por do të rregullojmë çfarë do të bëjmë më vonë. Por gjithsesi periudha është në anën tuaj. Mbi çështjet dhe mundësitë që keni tani, mbas dite mund bëni një takim sepse ka për t'ia vlejtur. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që është folur shumë, stërfolur për çështjet e punës së tyre, dokumentacionet, udhëtimet, një blerje pa pritur ndodh, sepse fati, shansi. I ka ardhur ora, këta janë luanët. Luanët e dashur, duket se Jupiteri në shenjën tuaj, duke futur nga dita e djeshme, jep recital dhe jo vetëm momenti, koha, ndryshimet të mëdha që do të keni tani tutje. Shikoni edhe në dosjet të plurosura që keni lënë në sirtar, që e keni damë një atë kohë që nuk bëhen, mos lodhem kot. Po të shikoni një moment ku duke shfletuar llogën e të kaluarës, do gjeni një dokumentacion atje. Që është shumë i vlefshëm për sot, për tani, për këtë periudhë. E do thonë që ka mos jo Jorgo të dullapi jo njeni. Po, është e karafti. Sepse aty keni mundësit dhe kohën e duhur, sepse atëherë që keni bërë planet, mund të mos kënë qenë të realizueshme.
mos mund të qenë ta kuptojnë të tjerë se çfarë doni të realizonit. Po erdhi momenti të shkoni në detaje dhe të arrini në finish. Meqenëse do ndryshoni vend pune, do jeni në rol drejtues, ta garantoj me 1.100.000%, mos u shqetësoni. Sepse kjo periudhë, në fakt, është periudha juaj, është momenti juaj, është ajo çka unë dua të bëj dhe dua të arrij, nuk e diskutoj. Dhe luanët e kanë këtë mundësi sepse u jepet një mundësi mjaft e mirë dhe tepër pozitiv. Dhe në ndikimin më të madh që ka të bëjnë, është një moment mjaft i mirë dhe shumë pozitiv. Ndryshimi më i madh që ndodh, në fakt, në farë mënyre, mund të jetë edhe një çështje që juve sot keni disa takime çështje shtetërore xhanëm, mos shqetësoni fare. Një çështje ligjore mbyllet, sepse është e drejta juaj. Një udhëtim që do të bëni 10 ditë i dytë, 10 ditë i dytë ka udhëtimin duhet të kishte bërë javën e kalume, por për arsye e personit që nuk ka qenë, mirë bën që nuk e realizuat, por tani tutje jeni në anën më të mirë të historisë, do thoshon, në punë, në karrierë, në ndryshime të mëdha e shumë gjëra të tjera. Në fushën e dashurisë, edhe pse keni pasur një problem të vogël, që do të thotë me ujor keni përballë, duket se tani janë pjekur kushtet që ju vetë shkoni në altar. Është momenti më i mirë i mundshëm. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që vërtet është për të lavdëruar, vërtet është në anën më të mirë të punës së vet, shenjës të tokës, sepse është munduar shumë tani kohët e fundit dhe ka jo vetëm se ka djersitur shumë, por djersa nuk shkon dëm, ka shumë vlera. Kjo ka emrin Virgjëresha. Virgjëresha dashur, duket se kjo periudhë tani e tutje, mund të keni pasur disa çështje ndryshimesh ekonomike financiare për shembull, dhe keni dhënë ka parë s'keni marrë parat. Keni bërë dy punë në një kohë gjysma. Keni nisur një dokumentacion për pasuritë paluajtshme, i keni dorëzuar të gjitha dokumentat, keni ngecur në mes. Të gjitha këto ju kanë lodhur shumë, keni dërsitur shumë. Edhe deri aty në atë pikë që thoni ose do ta lë fare, se nuk ja vlen mbaraqeran. Mirë po, keni dritë në fund të tunelit. Do shikoni se do më kujtoni ka diçka shumë të madhe tani e tutje. Është për të ardhur keq për disa që në shpërthimet e keq kuptimeve që do dalin sipërfaqe, por për këta do të trokasin dhe do të kenë zgjidhjen. Por juve do dilni të fituar. Është një moment mjaft i mirë, është një moment që përveç se keni mundësinë dhe kohën, ndryshimin edhe vendimin që mund ta merrni është tani. Prandaj bini pas, mos i lini pas dore. E gjithë historia është në anën tuaj. Mundësitë në fushën e dashurisë, edhe pse një problem i vogël që keni pasur tani, duket se është me peshk të 10-3. Por kjo histori ndodh që të jetë e vërteta e hidhur, sepse disa fjalë të pa baza shkatruar kjo lidhje. Mirë po tani fillon e ndërtohet. Ndërtohet me themele më të thella. Ndërtohet me veten tuaj, me djersën tuaj, të njëri tjetrit, dhe kjo nuk ka ndërhyrje, dhe nuk ka përpas ndërhyrje kur, sepse e them dhe themet madhe. Mos dëgjoni fjalë lart e poshtë pa qenë të vërteta. Sepse burimi i informacionit derisa të shikohet dhe pastaj të kuptohet për çfarë është arsyeja që këta e flasin. Por nuk duhet të merrni të esni me këmbë të huaja. Esni me këmbë të tuaja. Është ana më e mirë e mundshme. Dhe do t'ja arrisni qëllimin. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, mjaft rrezatuese për sa për këto gjërave, por meqense ka të bëjnë në punë, në karrierë, në ndryshime, në vendime ligjore gjithashtu. Dhe duhet të trokasin, sepse është një mundësi mjaft e mirë nëse nuk trokasin, kjo varet në individ pastaj kur ka ndodhur fenomeni dhe si mund të realizohen gjërat e shumë gjëra të tjera. E këto do thotë peshorja. Por ju të kësaj shenje edhe pse keni pasur probleme të mbartura do ta thosha unë në lidhje me ligjin, por nganjëherë problemi është se ligjet do ndryshojnë shumë nga tani e tutje po. Do kemi jashtëmarrëse në rang botror, nuk është vetëm tek ne po. Ka të bëjnë shumë kjo në lidhje me ndryshim ligjor, me çështjet të tjera që do pasojnë, nga tani fillojnë edhe deri në mars të 2027. Te kemi thënë keni tek parashikimi vjetor çanëm, nuk do ta ripërsëris këtë gjë. Ka diçka shumë të madhe në lidhje me mundësitë që do t'ju jepen. Por e drejta triumfon në kohën që juve trokisni për problemin që keni pasur. Arsyeja
jam në një vend kyç. Dhe më thua që, Jorgo, firmos këtë dokument, nuk ka problem. Por mua më djeg, se në qoftë se unë firmos këtë letër, këtë problem që kam, edhe atëherë do duhet të përballem me ligjin. Sepse ligji më njeh mua që unë kam firmosur dhe vullosur dhe nuk e njeh ai që më tha. Atëherë, më tha, të thash, po sikur nëse mbase, atëherë nuk shkon gjikundi. Përkundërzi, ke përballje. Dhe kjo do të thotë mundësia që është tani, nga dita e sotme, deri më datën 13, është ky harkohor, për sa i përket peshoreve të ndikimit të madh që kanë bëjnë të dhjetëçit parë, të dhjetëçit të tretë, ka diçka shumë të madhe dhe tepër pozitive. Dhe nëse flet peshorja, të tjerë duhet të dëgjojnë pastër dhe sakt. Gjërat janë në anën tuaj. Mënyra dhe mundësia, koha dhe dituria, janë disa gjëra që janë shpalosen sot. Dhe kjo është një mundësi dhe një kohë e mirë për juve dhe shumë pozitive për të ardhmen. Në çështje që lidhe me anën shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashje dhe dhjetëçit të tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenja uji ku nevrikoset me të drejtë. Nuk keni parë njerëz që nevrikosen me pa drejtë. Nevrikosen me pa drejtë derisa ta mësojnë ku është e drejta dhe ku është problemi. Por një nga ndikimet më të mëdha ekonomike financiare dhe çështje biznesi, marrëdhënie me biznesin dhe një blerje pasurie paluajtshme që ndikohen shumë pikërisht tani, do thotë shenja e akrepëve. Akrepi është shenja më ndikuese dhe më e drejtë për së drejti e zodiakut, që nuk ecën me fjalët e të tjerëve, po ecën me veten e vet, ecën me këmbët e veta dhe di ku shklodhet dhe di ku mundohet. Dhe në fund del fituar. Do t'ju jepet një mundësi, miqtë e mi të dashur, të shenjës së akrepëve në rol drejtues. Kjo është puna juaj, unë kam drejt t'ju them. Mos e pranoni derisa të mësoni gjitha gjërat që keni atje. Sepse kur merrni një pasuri, blen edhe gjërat tjera që nuk kanë vlerë fare, por je i detyruar sepse është pjesë e asaj pasurie që po blen. Prandaj shikojeni këtë. Pastaj ka varë një individ se çfarë mund të bëj, ku mund të bëj. Por gjithsesi, e përgjithshme për të 30 diqet e shenjës së akrepit, në raste të tilla duhet jeni shumë të vëmendshëm sepse janë çështje sekondare dhe nuk ke kohë të mendohesh pastaj. Nuk diskutohet që mund ta keni të domosdoshme, po është pak problem në anën tjetër. Në lidhje me çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmt e dhjetëçit të tretë, jo se keni përballë, po është mundësia e dhjetëçit të tretë. Kemi me luantë e dhjetëçit parë, është diçka shumë pozitive. Madje është periudha dhe koha e duhur për nisma të reja. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë zjarri, tek një shenjë që llogarit, mundson, vendos, që do thotë shigjetari. Shigjetarët janë në anën më të mirë të punës, ndryshimit, marrë vendime të rëndësishme, ekonomike, financiare, mundësi të arta, e shumë gjëra të tjera, ku tani e tutje është koha juaj. Tani e tutje është momenti juaj. Është ajo çka dua, është ajo çka unë ofroj dhe rregulloj. Momentet që kanë të bëjnë, mundësitë që ju jepen, janë disa mundësi të arta me ndikimin dhe rregullin tuaj, rregulli pa shkruar, që do thotë e mendoj vetë, e gjykoj vetë dhe e nis vetë, pa e marrë vesh çdo njeri. Një nga ndikimet më të mëdha që do të keni miqtë e mi të dashur është një punë e re që juve sapo nisni. Dhe shigjetarët e kanë një mundësi të tillë, shigjetarët janë shumë të dhënë mbas ekonomisë dhe mbas punës tyre. Edhe pse nuk po gjejnë rahat për disa gjëra të tyre, por kohën që kanë ata, pikërisht në këtë muaj do shikojnë që do lulëzojnë në ekonomi dhe një plan afatgjatë që do të kenë, nuk do të kenë nevojë për këtë. Se kanë pasur shumë problem në të 3 muajt e kaluar. E gjithë historia ndikohet dhe pozitiviteti është shumë mirë. Pak vëmendje në dashuri. Këtu juve e keni lënë pak si bazdore, për arsye sepse hamës aty është, nuk ikën, ose juve të palidhurit keni një njohje, e keni lënë ta ktheni lidhje serioze do ishte më mirë, dhe është në një periudhë mjaft e mirë kjo që mund të ndikojë në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Kështu që nuk ka vend për të qetësuar këtu, por për të gëzuar. Shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, shenjë toke, që vërtet është në anën më të mirë të mundshme të historisë
që do thot Britsjapi. Për Britsjapet, është në anën më të mirë të historisë për një arsye, sepse ka të bëjnë shumë me punën, por Saturni ndihmon guvernatori juaj, Saturni me Jupiterin në Luan, do t'u japi një mundësi, kaq të mirë miqtë mi të dashur, në çështje ligjore, në çështje pune, në çështje karriere, në çështje të ndryshimeve të mëdha që vijnë tani tutje. Çdo gjë është në dorën tuaj, çdo gjë arrihet fal suksesit dhe garancisë. Momenti është i juaj. Shfrytëzojeni në maksimum, sepse e drejta juaj do triumfoj. Në çështjet e tjera që kanë të bëjnë me ekonominë, s'ka vend për të shqetësuar. Por në dashuri, me Britsjap të 10 ditë parë, me Britsjap gafore të 10 ditë tretë, është perfekte. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që stabilizon, konkretizon dhe arrin planet dhe ëndrrën e tyre që bëhet realitet, që janë ujorët. Ujorët kanë një mundësi tani në lidhje me takime dhe bisedimet të rëndësishme, në lidhje me takime gjëra të rëndësishme nga ana ekonomike, dhe një çështje biznesi që është në prag të zhvillimit të tij, jeni në fillimet të kësaj, por kjo do të thotë që është në momenti dhe koha e duhur për të stabilizuar gjërat e juaja, për të arritur qëllimin tuaj, momenti, periudha, koha, ndryshimet dhe vendimet janë më të mira të mundshme. Kurse çështja shpirtërore lidhet që kanë të bëjnë me akrep të 10 ditë parë, me dem të 10 ditë tretë, me dem të 10 ditë tretë, sado që është problem, sado që keni pasur çështje të lëna pezull, duket se i rregulloni sepse është momenti dhe periudha juaj në këtë aspekt. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë uji, tek një shenjë që stabilizon dhe ndikimi më i madh i dashurisë, që do thotë peshqit. Pse i dashurisë dhe jo i punës, i karrierës i gjërave? Sepse në lidhje me punën, juve keni arritur, dhe keni arritur në maksimum. Ajo që ju ka ngelur, për atë të palidhurit ose juve bashkim familjar, çështje të mëdha që do të keni tani tutje për punën, për karrierën, për ndryshimet e tjera që vijnë, është janë mundësitë më të mira, më të arta mbi zhvillimet dhe ndryshimet të mëdha që vijnë. Është një periudhë mjaft e mirë. Është një periudhë që do të ndikojë, do të stabilizojë anën ekonomike në lidhje me financat, në lidhje me udhëtimet dhe bisedimet, dhe ajo që do jetë më e mira dhe më perfektja, që do të thotë është një martesë e papritur. Martesë e papritur që do të thotë me virgjëresht të 10 ditë të tretë, ku do të thotë që njohje miqësi, dashurit përjetshme. Dhe kjo do thotë me i pasardhës. Dhe kjo është ndikimi më i madh. Po të më thoni se, o Jorgo, nëse bën lidhjet në këtë periudhë nga peshk dhe virgjëresht, po janë djem. Shëndetshëm të jenë, po tjerë nuk po i themi djale vaj sepse prishim Terezin. E përgjithshmja, duket se, për sa përket peshqeve dhe ndryshimeve të mëdha ekonomike financiare, dashuria është aja dhe zhëja. Këto ishin pak a shumë, për sa përket pikërisht kësaj dite të mërkur, të datës 1 korrik të 2026-ës. Mos themi vazhdimësia e 2027-ës. Por me anë të tjera dhe ndikimet dhe pozicionimet e planeteve që do të kemi tani e tutje, është në momenti juaj, koha. Ju urojmë më të mirën e mundshme, rishikojmë nesër me parashikimet në vazhdim. Onjë Rëpulla.